Ndodhem në fshatin Zallë të Fushkrujës. Është rruga faktikisht që lidh pjesën e fabrikës tullave me fabrikën e qimentos, po edhe të gjithë banorët e Zallës, qoftë ndërmjet vetes, qoftë me Luzin, me Borizanën apo me pjesën e Fushkrujës. Shikoni se si është rruga dhe sa amortizuar. Këtu nuk kalohet në këmbë dhe nuk ecin shtek tjetër, pra po të kalosh atje nuk e kushton. Shikoj. Ja, kjo është rruga që kalojnë çdo ditë banorët këtu. Vazhdon copa. Unë do ju shpjegoj pak më sipër tani se si do vazhdoj rruga, edhe në pjesën tjetër për me shku drejt fabrikës qimentos. Ky është vazhdimi i rrugës që ju fola pak më poshtë, pra pjesa tjetër e rrugës për në fshatin Zallë vazhdon këtë lloj forme. Është totalisht amortizuar nga asfalti, këtu kalojnë mjetet e tonazhit të rënd sepse marrin qimento apo pjesa e fabrikës tullave që ju shpjegova pak më sipër, ndërkohë këtë e bëjnë dhe banorët e zonës dhe më thonë që janë amortizuar makinat, janë për shërbime të gjitha. Imagjinoj edhe për kalimtarët, sot është i ditë me shi sigurisht dhe është më e vështirë, por patjetër që rruga ka problematika të mëdha. Kjo është rruga që kalojnë banorët çdo ditë.